Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lin-nasi ajma'in. Walhamdulillahi alladhi farada alayna as-siyama tahdhiban lin-nufus. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahun e madh falenderojmë, falenderimin e veçantë ashtu siç i takon dhe meriton madhëria e tij. Vetëm ata adhurojmë, vetëm prej tij ndihmë, mëshirë kërkojmë. Atë e falenderojmë që na zbriti Kur'anin, librin familjar, udhërrëfyes, mëshirë, përgëzim për besimtarët. Allahun e falenderojmë që na obligoi me agjërimin e Ramazanit për të qenë pastrim i shpirtrave tonë. E lutim Allahun e madh që agjërimin ton, adhurimet tona, Allahu t'i pranon dhe me rahmetin e tij gjithëve Allahu t'na mëshiron. Kemi fillu seri ligjëratash me titullin Pastrimi i shpirtit, që deri tani kemi përmend disa rregulla që na ndihmojnë për ta pastruar shpirtin. E para kemi përmend njohurinë e Allahut tauhidi, që është baza apo themeli për pastrimin e shpirtrave tonë. E dyta e përmendëm që është duaja. Duaja është një ndër shkaqet apo sebepet për të pastruar shpirtin tonë. Si dhe përmendëm hadithin që transmeton Numan ibn Bashiri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ad-du'a huwa al-ibada." Duaja është vetë adhurimi. Duaja në vetvete është adhurim në vetë është. Dhe pastaj lexoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." I lexoi ajetet: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë: "Lutuni mua se unë do të përgjigjem me të vërtetë." Ata që tregojnë me ndjemdhej e nuk duan të ma adhurojnë do të hyjnë në xhenem të poshtruar. Këto ishin dy rregulla që i kemi përmendur deri tani për pastrimin e shpirtit. Rregulli i tretë, parimi i tretë që na ndihmon për të pastruar shpirtin ton është Kur'ani. Është libri i Allahut. Thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur." O ju njerëz, ju ka ardhur juve një këshill e mirë nga Zoti juaj, Kur'ani, e që është shërim për atë që ndodhet në gjoksat e juaj. Është shërim për atë që ndodhet në gjoksat e juaj. Padyshim se meditimi, leximi i Kur'anit ka ndikim të madh në pastrimin dhe përsosjen e shpirtit. Sëmundjet e zemrës janë dy kategori. Sëmundjet e veseve të këqija, pra dilemave, dyshimeve, kështu me radhë, dhe sëmundjet e epsheve dhe dëshirave. Kur'ani i ngërthen është shërim për të gjitha kategoritë. Pra është shërim për të dyja llojet e sëmundjeve të zemrës. Meditimi i Kur'anit është pastrim për zemrën. Kur të pastrohet zemra, pastrohet edhe shpirti. Kur të pastrohet zemra, pastrohet gjithashtu edhe shpirti. Kur'ani, leximi i Kur'anit i ka disa ndikime, disa dobi në pastrimin e shpirtave. E para është se të pastron nga tmetat dhe veset e këqija që ki, dhe të stolis me moral dhe edukat të mirë. Të stolis me moral dhe edukat të mirë. E dyta, Kur'ani, leximi i Kur'anit apo meditimi i Kur'anit jep qetësi shpirtërore, qetësi zemrës, që na e dëshmon ajeti ku Allahu thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vërtet me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen. E treta, Kur'ani ndikon në pastrimin e shpirtrave duke të afruar tek Allahu. Është afrim, të afron me Allahun e Madhërisëm dhe të bën prej atyre të cilët do të jenë në dobi edhe për veten, edhe për tjerët, edhe për gjithë besimtarët. Pra gjithë këto që i përmendëm na tregojnë, na dëshmojnë se ka një lidhje të fortë ndërmjet Kur'anit dhe muajit të Ramazanit, që e kemi si seri ligjëratash për pastrimin e shpirtrave, që është mundësia më e mirë. Pse? Se Kur'ani është libri në të cilin zbritin këtë muaj. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Dhe vetë fakti që të dy shprehje, të dy fjalët, Ramazan dhe Kur'an, përmenden në një ajet të vetëm, na japin me kuptu lidhjen e ngushtë që kanë mes vete. Muaji Ramazanit është muaji të cilin zbriti Kur'ani. Të dy fjalë përmenden në të njëjtin ajet.
na japin me kuptu se kanë një lidhje shumë të fortë dhe të ngushtë mes vete. Edhe se Ramazani nuk mund të përshkruhet me diçka më të mirë, më të bukur se sa me Kur'an. Nuk mund të përshkruhet me diçka më të mirë se sa me Kur'an. Gjatë gjithë jetës tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte përkushtim të madh ndaj Kur'anit. E shërbente Kur'an, lexonte, meditonte, vepronte, gjykonte me të, i thëriste shokët e tij, i mësonte shokët e tij. Mirë po, në muajin Ramazanit, ki përkushtim i madh ndaj Kur'anit u shtu më shumë se sa muajt e tjerë. Hadithi që transmeton Abdullah ibn Abbas, Allah qoftë i kënaqur me të, thotë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar. E bujaria e tij arrinte kulmin në muajin e Ramazanit kur e takonte Xhibril alayhis salam. Dhe e takonte ato çdo natë Ramazanit, e mësonte Kur'anin me të. Pejgamberi alayhis salatu wasalam në vepra të mira ka qenë më bujar se sa era që frin. Nga ky hadith kuptojmë se është e preferuar dhe e pëlqyer të studiohet, të mësohet, të lexohet, të meditohet Kur'anin në Ramazan. Është e pëlqyer që të merremi me Kur'an, të shërbejmë Kur'anit. Padyshim edhe në muajt e tjerë, mirë po me përkushtim, me vëmendje më të madhe gjatë muajit të Ramazanit. Nga kjo kuptojmë se Ramazani nuk është vetëm muaji i agjerimit, prej ajeteve dhe haditheve. Nuk është vetëm muaji i agjerimit, është edhe muaji i Kur'anit, në të cilën Allahu dëshiron që ti nëpërmjet agjerimit dhe nëpërmjet Kur'anit ti afrohesh më së miri Allahut. Është mundësia më e mirë dhe mundësia më e shkëlqyer ku bëhen bashkë dy adhurimet. Pra Ramazani bashkon Kur'anin dhe agjerimin në të njëjtën kohë për të qenë një mundësi e shkëlqyer për neve, për adhurim të plotë ndaj Allahut dhe për pastrimin e shpirtrave tonë. Çka është rëndësia e leximit të Kur'anit në Ramazan? Padyshim se ka rëndësi dhe pejë shumë të madhe. Është e pëlqyeshme mustahab pra leximi apo përfundimi i hatmës së Kur'anit, jo vetëm në Ramazan, edhe në muajt e tjerë, mirë po veçanërisht në këtë muaj në të cilën për shkak përparësisë dhe vlefshmërisë që ka ky muaj. Gjeneratët e para, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasardhësit, tabiinët, Allahu qoftë i kënaqur me ata të gjithë, kishin përkushtim të madh dhe i shërbenin Kur'anit shumë. Dhe duke e meditu, duke e lexu, duke punu me Kur'an. Uthmani radiallahu anhu transmeton, thot, sikur zemrat tona të ishin të pastërta, nuk do të ngopeshin me fjalët e Allahut. Një gjëje që e don, e vlerëson, e çmon, gjithmonë i jep përkushtim dhe vëmendje të madhe. Dhe ky është dallimi nëse krahasohemi tash në kohën e sotit me kohën e atëhershit, çfarë përkushtimi ato kishin ndaj Kuranit, çfarë përkushtimi kemi ne ndaj Kuranit. Ku është problemi? Është problemi se sa e çmojmë e vlerësojmë në Kur'anin, apo sa ndojmë kohë, sa na mashtron dunjaja, sa na mashtron kënaqësitë e kësaj dunjaje, e kështu me radhë. Pra, ata përfundonin hatme pas hatme, numër të madh hatmeve. Tregohet edhe për Imam Malikun, i cili i braktiste shokët e hadithit u veçonte me Kur'an muajin Ramazanit. Tregohet edhe për Imam Shafiun, i cili përfundonte 60 hatme gjatë muajit Ramazanit. Ndoshta ditë e sotit është e vështirë të arrit ky numër i madh, mirë po është një paralajmërim për neve se sa ne i japim përkushtim, e çmojmë, e vlerësojmë Kur'anin dhe sa e kanë vlerësuar gjeneratët e para të muslimanëve. Nga rëndësia e veçimit muajit Ramazanit me Kur'an është edhe namazi taravive. Namazi taravive. Sikur se namazi taravive të jetë mundësi për të gjithë neve që ta ndëgjojmë Kur'anin sa më shumë këtë muaj. Nuk është vetëm për qëllim edhe namazi, padyshim, por edhe të jetë mundësi për neve që sa më shumë të ndëgjojmë Kur'an në Ramazan. Pastaj muajin Ramazanit besimtari i bashkon dy betejë. Gjatë muajit Ramazanit besimtari ballafaqohet me dy betejë, me dy xhihade. Beteja e ditës, xhihadi i ditës, edhe beteja e natës. Beteja e ditës është agjërimi, që ti përmbahesh nga ushqimi, haja, epshi kështu me radhë. Çka është beteja e natës? Beteja e natës është më ngrit edhe me fal namaz për hir të Allahut. Edhe nëse një besimtar i ban bashkë këto dy beteja, është durimtar, i përballon dhe i përsos këto dy beteja,
padyshim se Allahu do ta shpërblen me një shpërblim të madh, inna ma yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab, ndërsa të dërueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Leximi i Kuranit në Ramazan ka shumë veçori, do i përmendi vetëm disa më kryesore dhe më të veçanta. E para, prej shkaqeve pse ky Ramazan bashkë me Kur'anin ndikojnë pastrimin e shpirtrave, është se agjerimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për shokun e tyre në ditën kur dalin para madhnisë Allahut. Zbashku të dyjat, agjerimi dhe Kur'ani, do të vinë si ndërmjetësues për besimtarët, për ata që kanë agjeruar, për ata që kanë lexuar Kur'anin në ditën kur dalin para madhnisë Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për robin ditën e Kiametit. Agjerimi do të thot, o Zot, e ndalova unë nga ushqimi dhe epshet, andaj më lejo të ndërmjetësoj për të. Vjen Kur'ani dhe thot, o Zot, e privova atë nga gjumi i natës, andaj më lejo të ndërmjetësoj. E Allahu thot, ndërmjetësoni, u jep leje të ndërmjetësojnë. Kujt? Agjerimi ti që ke agjeru dhe Kur'ani ti që ke lexu Kur'an, ke meditu me Kur'an dhe ke punu me Kur'an. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lavdëroi njerëzit e Kur'anit që jetonin me të, veprojnë me të, gjykojnë, jetën e kanë Kur'an, flasin me Kur'an, gjykojnë me Kur'an. Hadithi më njohur që të gjithë e kemi ndëgju, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, më i miri prej jush është ai që mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve. A ka më mirësi më të madhe se me qenë më i miri prej tjerëve në muajin më të mirë? A ka mirësi më të madhe se me qenë më i miri prej tjerëve, pra me mësu Kur'anin dhe me mësu të tjerëve në muajin më të mirë, muajin Ramazanit? Nuk ka mirësi më të madhe. Andaj bashkohen këto mirësi në një muaj, në muajin Ramazanit, agjerimi dhe Kur'ani. E treta, Allahu i shpërblen shërtorët e Kur'anit atë që e lexojnë Kur'anin dhe meditojnë dhe veprojnë me Kur'an. Transmeton Abdullah ibn Mesudi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që e lexon një shkronjë nga libri i Allahut e ka një shpërblim i cili shtohet 10 fish. Nuk them se elif, lam, mim është një harf, por elifi është një harf, lami një harf, mimi një harf në vete. Dhe të gjitha 10 fishohen si shpërblim. Këto ishin disa prej veçorive të leximit të Kuranit në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Shtrohet pyetja, si të jetojmë me Kur'an në Ramazan, edhe të jetë shkak për pastrimin e shpirtit tonë. Si ta bëjmë që Kur'ani të ketë ndikim dhe të jetë shkak për pastrimin e shpirtrave tonë. Tham që Ramazani është mundësia më e shkëlqyer për të pastruar shpirtin tonë me Kur'an. E para, ajo shka është kryesore është leximi i Kur'anit. Bëj vetës një pjesë ditës jashtë kohëve të namazit, ndaje vetëm për hir të Allahut që të lexosh diçka nga libri i Allahut. Qofshin disa minuta, qoft një pjesë e vogël e ditës, të lexosh një pjesë të vogël nga Kur'ani, një faqe të Kur'anit. Thot Allahu në gjuhën e profetit: "Wa an atlu al-Quran", unë jam urdhëruar të këndoj Kur'anin. Pra leximi i Kur'anit, mësimi i Kur'anit, meditimi i Kur'anit janë veprat më të shtrenjta, më të ndershme për të cilat koha harxhohet. Andaj koha më e mirë është koha e Ramazanit. E dyta, mos u mjafto vetëm me lexim të Kur'anit. Ndaj kohë edhe për meditim të Kur'anit, ato ajete që i lexon, që i din, që i mëson, meditoj ato. Lexoja përkthimet, qofshin përkthime të shkurta, qofshin komentime të gjata në për tefsire kështu me radhë. Pse se arsyeja dhe urtësia pse është zbrit ky Kur'an është për të medituar. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Ky është një libër plot bekime, ne ta zbritëm ty atë që të meditojnë rreth argumenteve të tij dhe që të marrin mësim njerëzit. Andaj ky ajet është edhe nxitje për të medituar në Kur'anin dhe konsiderohet nga punët më të mira. E treta, puno sipas Kur'anit. Bëje Kur'anin pjesë të jetës tane, atë që e mëson, atë që e lexon, shtin në praktik me njerëz të jetës tane. Se udhëzimi më i mirë dhe ai që të orienton në rrugën më drejt, më të mirë, është Kur'ani. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Ki Kur'an udhëzon në rrugën më drejt, më të përkryer. Dhe ai që ndriçohet dhe i merr mësimet, udhëzimet e Kur'anit, padyshim se do të jetë prej më të përkryerit dhe më të udhëzuarit në dunja dhe në ahiret, në të gjitha aspektet dhe çështjet e tij.
E katërta është ndëgjimi i Kur'anit. Mos tjetë arsyetim ti që nuk din me lexu Kur'an, mos tjetë arsyetim i joti mos të merresh me Kur'an as pak. Ndaj pjesë ditës ndëgjë Kur'an. Pse? Se Kur'ani ka ndikim të fuqishëm në zemrën tënde. Edhe cytjet e shejtanit nuk e lajnë njeriu ta ndëgjon Kur'anin për shkak ndikimit të madh që kanë. Kjo ka qenë edhe prej mjeteve, prej mënyrave që pabesimtarë në kohën e zbritjes Kur'anit i kanë ndalu njerëzit, kanë bë pengesë, i kanë pengu njerëzit mos ta dëgjojnë Kur'anin. Për çka? Për mos mu ndiku prej Kur'anit. Mos me pas ndikim, se Kur'ani është fjala e Allahut, është fjala e krijuesit, nuk është fjala e krijesve. Dhe ajo ndikon fuqishëm në zemrat e njerëzve. Pra, thot Allahu në Kur'an: "Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur lexohet Kur'ani, ndëgjoni atë me vëmendje dhe heshtni në mënyrë që të fitoni mëshirë. Pra, ai që ndëgjon Kur'anin, mëshira do të jetë pranë tij dhe ai do të jetë më afër udhëzimit, më afër Kur'anit. E katërta, lutjet, duat që i ban përdori prej ajeteve, merri prej ajeteve të Kur'anit. Që Kur'ani është i stërmbushur me dua të ndryshëm nga pejgamberët të ndryshëm dhe nga njerëzit e urtë të ndryshëm. Pra, shfrytëzoj ajetet në të cilën ka dua, lutë Allahun me ato dua, se ato janë duat më të mira, më të përkryera. Lutë Allahun me ato dua, se do është muaj i duave ku Allahu i pranon duat tona, Allahu i pranon të gjitha duat dhe adhurimet tona. Si përfundim i gjithë kësaj që e tham, agjërimi dhe Kur'ani janë dy shtylla të mëdha në ndërtimin shpirtëror dhe në pastrimin e shpirtrave tonë, dhe kushdo që agjeron Ramazanin duke besuar edhe duke llogaritur në shpërblimin e Allahut dhe që e shërben, lexon, mediton mbi Kur'anin, padyshim se do të fitojë një afërsi shumë të madhe me Allahun dhe me mëshirën e tij. E lutim Allahun që këtë Ramazan Allahu ta bën shkak për pastrimin e zemrave tonë, shpirtit tonë. E lutim Allahun që ta bën Kur'anin dritë për zemrat tonë, qoftë ky Kur'an pastrim, shkak për pastrimin e shpirtrave tonë. Allahu na bëj për atyre të cilët e shërbejmë Kur'anin sa jemi gjallë dhe na bëj për atyre të cilët dalim duke dëshmuar Kur'ani për neve dhe jo kundra neve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim.